Përshëndetje popull, emisionin 98, unë me jetën zogjanin, borë, shi, kur bjen, poplovë, kur bot, vërshimet, jetën diçka sa mirë i s'pona. Së të hezë diçka? Do me thonë, ma dure në arreston, natë, thotë, runa. A prova pak se të ka kap diçka shtë, para se... A, për që frizura rinë? Me shnet frizura, me qëra lafi, e ke njësë këtë vitri me frizur tre, me gjera treja, me gjera të bukra. Mishte me dhe të vadilit. Po dhe televizionit. Edhe televizionit, alësat. Mirë se po takohemi në emisionin e dytë të këti viti. E që është i 98? Por që, kë vetë ka fillu me vërshime, me tensione, me shumë sene. Edhe që ne gjatë këti emisioni kemi me provu edhe me ishtjelu, edhe me diskutu bashkë me Fadilin, edhe me bo një farë muhabeti interaktiv, pavarësisht që ju nuk jeni këtu, po na me ndërtu qatë komunikim edhe me nda qëto sene qa. Po ndodhen këtë fillim vetë, e po do këtë që pak si me vështërsi ka një viti 2026, të shohim qysh do të rjedhët edhe... A të bajnë një pytje? Edhe 300 ca dit janë metë për me orë të viti ri. A të bajnë një pytje afërsisht? Po, pa tjetër, pa tjetër. Se të vit futja. Po. Sa vjeti ka Trumpi? Trumpi... Për mi 70. Për mi 70 gjithësësi i ka. Po, na këna me shku me materialin e parë, jetën, dyqysh në Balkan dukemi shumë vjetër të vadë. A dinat videon që ka thënë? Është interesant, po pa dalë të video, në kohën e diktaturës në Shqipni, unë më interesaj ke mi pa njerës. Qëka dhe me thonë që njerës kur nuk ushqehen mirë, nuk minbahen mirë, fort zaj fadel edhe... Shkram. Më lere është më ishe një 40 vjeqari, mja dhonë 80 patutë dhe kështu, adhe mos me këthy kryta nej. Na po shkojna me një plak që i kalon do lofe. Jo, a i kishte qef me qujt vetën plak, se mosha. S'ka lidhja, Allah, edhe u dëk. Edhe u dëk, e vështet. Ajde, më të shojnë. Na nuk e lëshojnë bashkërasisht të materialet. Adi, ka publiki jo një dashur. Ta një vjenë mas këtina, një 80 vjeqorët e keni me po dollimin. Hajde lëshojmë, ta shojmë. Bile që ka të rritë nga shtafshtojnë. Se na mo nuk mu i këthejmë kuj mikonë. Vesh na jem të shkojë për dit, e të poshtë pjesht, të rritë nga shajshala për parve. Po ju plesh nuk jeni? Jo, na jem një plak. Se matë më që mi jemi na me vjetë, se një plak që i ka bon 100 vjetë edhe ka rnuë pa konë trepë shekur. Ju së vjetë i keni? Unë i kam 43. 43 dhe një vetë? 43. Edhe sa me i pas 80 i kam. Se hijekat e mija janë matë nëset atina që i ka bo 80 vjetë se ka kalu trepëshin 20 herë. E që kjo plogi mu të më thonë gjashë. Ta në mu edhe ty të më thonë, baca Fadele dhe baca jetën. Për i me e kam jetën. Ko gjë plaku doke, tash, ala në 70 atë ko i kanë shkru në flet laknës, edhe tani kur i kanë bo... Eba, interesant, Fadele. I kanë bo tubë dhe i kanë registru këtë minë për njerë. Pasha besi, Fadele, dhe janë vesh, ashtu edhe, dhe qysh atërë u konë tendenca më dok plak, se duke u dok plak, i e konë pak ma i besushëm, me nej. Këraj që i tha pasha që të shpirti, i kësh pas moca. Faberashëm, moca dhe da kër i këcej moca, i duhet jashtë. Jetën, ama dishka nuk po korrespondon me këtë materialin që vjen, sepse dikush e ka qef edhe në 80 vjetëve haz, ka marrë haz edhe duke të mirë. Edhe krejt kjo shkon në atë muhabetin që ke thonë ty buta. Dishka ka lujt. Ka dollë për Palenjes. Ka dollë për Palenjes, e kena shpegu? Prej në pika ka dollë, dishka ka dollë për në pika. Ka propos, ka propos, vëllohi krejt, që këshire nonën e Jennifer Lopezit, vizë këshire 80 vjetë. Shka po thot atë? Që mosha mbetet vetëm një numër, mamaja 80 vjeqare Jennifer Lopez kërcen plot energji, që tash bane dallimin. Hajtë mas kësajna, lëshu atë materialin që të bëjnë publiku pak. Që këshër. Lëshu atë materialin e parë. Jo, bile që ka të rritë nga shtafshtojnë. Se na mo nuk mu i këthejmë kuj mikonë. Lëshu atë tash. Lëshu atë nonën e Jenniferit. Të rritë nga shajshala për parve. Këshër.
Me sa fadil që me rëdë për shkeshin të sene. Me rëd, ha? Me rëdë. Nejse që një fejri, prime kam durën zemër që dhe ke njoni. 80 vjetë. 80 vjetë qëre që është Që shihin vollës. Ha? Me rëd, Me rëdë shkë. Me rëd, Haja mirë. Me rëd, Haja mirë. Haja mirë dhe... Vesh e mothë, po. Në zetë ku ka flajt, po. Në minjerë, veç kur ka gërmu në i koshë se tyben, ka gërmu kjo. Edhe kreveti mirë, po. Po në minjerë kërkush s'ka gërmu. Vesh, po. që... Nejse, ata e kanë gërmu, dhe mon... Kuptova, shka po thonë. Ani dhe oqë, ani. Dhe më thonë jetën. E na... Do më thonë viqan kohë, me aj po, e sa në kohë, ti që ka hi vollës. Këcej, këcej ka edhe aj. Po. Edhe aj këcej, edhe tani e me kishtë punin. Edhe holle këtë dy. Holle këtë dy. Po qëtë nga beta? Kredi shok, ma që një, a e marëm rrugën 13 në? Qysh i bjene e rrugën 13? Ka 15. Okej. Njoni shku të banka, këqëre, kura shku të banka, lëshua materialin e me rrugës 13. Në banki thash anaj për bile 13 në rrugë në onën ja qifsha, tha ja s'ka, thash, Allah kini qef mi hongër për veti. Në banki thash anaj për bile 13 në rrugë në onën ja qifsha, tha ja s'ka, thash, Allah kini qef mi hongër për veti. Kini qef mi hongër për veti. Qas mirë e ka përshkru, qas. Në banka shku kë? Kjo shku në ven. Te ven aty ku dohet. E, ka thonë, ato në esat e rrugën në Tranët, e ma kujtove një Barcelet mirë. A, ty zakanit që të materialet të Ma kujtojnë kujtove një Barceletën. Barcelet mirë, kur shkona i plaki me i kredi në bankë. Tha, po du me marrë një kredi, si me thonë ja 50.000 euro, tha se djali tha në mujtë, tha mi të qenë të apore, tha dhe e la i ratën. Ku e ki djali, tha kam në Gjermani. Mirë, ata vendosin me qenë Gjermani, djali, ja qenë parët, jalë shumë kredin, mujnë e parë, e pagujtin, mujnë e dytë hesh, tretin hesh, për thirin në banka. Po gjashtë ta ti na ke premtu që... Kimi pagu? Nuk kemi pagu. Shore da, unë ju kum premtu, tha, po unë ju kum thonë në mujtë. Djoli s'ka mujtë. S'ka mujtë, jo në muaj. Po në mujtë. Në mujtë, tha, unë ju kum thonë, jo për mujtë, po në mujtë, djoli, unë ja pagu, djoli s'ka mujtë. Por, në gjarët që le kanë karakterizu këtë javë, pe të regaj edhe një Barcelet. A pet Barceleta? A të regaj ato me Hoxhën. Hoxha tha fantastik, tha. Qështu një farneje, diçka e ishin pas bol luk, diçka e veçin Hoxhën sabat, tha Hoxhë qësh ka përceve pram, tha shuj, tha se ku mu ka gjitë, ka puqi, mirë, kom pështuar. Mira kom puma. Edhe na, që të ditë, ku na u ka gjitë, ka puqi, mirë janë mirë këna pështuar. I thënë, edhe publiki jo një dashër, përshëna shumë ashtë diskutu kjo puna, a ka njerëzimin hanë, a sa ka një rënje, to ka rëmullakt, jo, ato ka si pite, si tepsinja, rafsht. Po dhe si tepsinja edhe një djale kish marrë, kish zatet ato që a kanë hanë. Po. Edhe i kish thonë, banë ma bej qitu, për para meje Koranin, Që të dorën Bibel Bibel edhe thëj, që unë jem konë në hanë. edhe aj nuk e kish. Këshëre. Këshëre. Several ABC Digital wanted to give you the opportunity to swear in the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Neil Armstrong i ka thonë, jeton sa gjeshka të foli ka thonë, që të dorën Bibel edhe kalzoj e kanë Why will thonë. you not do that? Shka ta So why don't you mërmenja? just Ka posanë në Nela? Nili. Neil Armstrong. put your hand on the Bible? Armstrong na i thojnë aty në plakave që ngjitë Tavan. në tavan, që A e e si di ti pse? pse? Se që që ka shku në hanë, Armstrong. janë tavani me hanën. Që ku e gjetë, lojë në me lidhe. Edhe në dika në në lidhë. Swear on the Bible that you walked on the moon. Që se hanë forën me qitë dura, nuk me thonë pasha që liber të shejt. So why don't you put Ju your më ka thëtë, nuk kam bash momenti këtë, hajtë në ditë tjetër, Kur ti je ma të lirë. kurtina ma të lirë. You do not deserve. Thërë me njëtën, a i në kanë hanë? Po, a di që është vadil? A i na konë hanë be lirë, a di që... Jo, unë a di që ka menaj. Ha, shka me nënë? Ku shokon tjetër në hanë pas ti, apo kuptan? Nështë jënë konë ma vonë, ku e dione, se ty besë se s'kan kallëzohu. smena me kitë fush, po jënë boda njerëz me nej bashkë, e kanë thonë qëre. Na i na konë hanë.
Edhe që tonë të me qitë në televizor. Edhe mirë shumë, jena konë honë, sens kisha nej, sërni shtesh, edhe qaq. Shka kesh për ta nej, tha veç kosht. Po, tani ti më nëshme thonë qka dush, se ti si ki kushtet. Se, këshure qka është një gjoj interesant. Për shembull, ta njerës të mdhaj edhe që e kanë dy janë në dorë, ta jenë pak edhe pisa. Pi pak? Po. Këtë qka dheke, mas aksionit që u zhvillu në Venezuelë, e pat një përshkrim Donald Trump, aja ke pak ofenduse për neve. Se, jo, kur s'na ofendon neve? Ja, ofenduse për mbar njërzimin në globë. Tha qërë, unë ta jëmë knosht aty e po, tha një spektakl t'il, tha mënyra qysh e kena organizu edhe mënyra qysh e kena marrë, tha qysh e kena kap Nicolas Maduro. Ta po më vjen keq për juve që kur s'keni me bërë që t'il. Sa e ka po live. E ka po live. Do publik i dashur, e ka po live, Delta Force to hi, ai live me kamera. Live e ka po, edhe qysh me thonë nuk ndjej ka as pak empati për neve, në kuptimin që se kena mujt me po na. Kur të ke s'keni me mujti me po? Sa ishin të na i mallit rrjedhës t'le me kajt, atë kujtu? Neutroni këti populli. Po, edhe popullit edhe këtë Ju i ke pak kështë apëtin majtap me neve. Kur të ke jësë s'keni... Që unë të ke kom... Që unë e kam bicikletin për mix, apëtin. Ta është ti se ki. Kur s'ta? Edhe s'ta e migra kur. Kur, i më nisë kam e ta përnë ty. Po qek, vëq këshqyre ti, amo... E aj e ka po edhe... E thejke me krenari që atin lo mund që e kum po që atë s'kenë, po ju s'keni me po kur. Atin vjen as keq, po qete ke unë qështet. Madurën do e kina në material se publiku jonë e din që këto ditë për shembull, po do na me jetonin mi u kallzu qasë sa marrëm i vesh. Mon e men, që të emision, sepse për ju të regojnë që i thojnë rendi ri botëror, edhe nëse se keni kuptu shka rendi ri botëror, pja shpjegojnë a thjeshtë. Jenë konë një 7-8 vetë që e kanë kontrolu botën, tash jenë në rru, ata jenë bo një 7-8 vetë tjerë. Edhe ata 7-8 vetë tjerë, mo spikqyrin këto, për shumë, OKB, MKB, këto kartat të sene. Pi pengon njone atje, po do në mja vjell noftin, aninjat me naft, ato që jenë marrë vesh. Jo, ky mja marrë. A i ka desht mja marrë Amerikës në marrëveshje që i ka marrë. Edhe kjo po shkon, ti në gjetë ato syzat në papuqe. A di shka ish meselja, se shumë më ke përshtypje, pa din me që i përmene syzet edhe ato kufjet në vesh. A din pse pjavë në ishin? Sa i nuk është të rëzik shumë, i mundet me pa rrugën. Po pja nalshin dëgjimin edhe shikimin për shkak që mos me përdor as një argument në gjykat kundër forca operative të cilat kanë ndërmarrë veprimin për me arrestu. Sepse ai nuk dëgjon që ka ndodhur, nuk i sheh njerëz, rrugës çka është diskutu, nuk e din komplet, domethënë ai në momentin që u kap ja kanë kput filmin trang, edhe është veç momenti kur del pej aeroplanit në aeroportin e New Yorkut kur e zbarkojnë, që njëhet dëgjohet zonit që ja ban good night, happy New York, që ju të një dy fjallë. Urimi viterie. Urimi viterie kështu. Ta na budina, publik i dashur, mos u tutni, se ne mbledhim materiale të cilat janë... Do me ndërprej Fadilin, mos u tutni, jo, prej kësaj që ka ndodhë, tani edhe kemi materialet, po edhe do të me fillu më tutë. E kam fjallën, nas po dojna mi u tutë, se ato do të mja jo, faktet, shefi, sekretari përgjithë shumë i NATO-s ka thonë, ngone. NATO is here to protect 1 billion people on both sides of the Atlantic. We need to be ready. Because at the end of this first quarter of the 21st century, conflicts are no longer fought at arm's length. Conflict is at our door. Russia has brought war back to Europe, and we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. Imagine it, a conflict reaching every home, every workplace. Destruction, mass mobilization, millions displaced, widespread suffering and extreme losses.
It is a terrible thought. But if we deliver on our commitments, this is a tragedy we can prevent. Seni më i rëndësishëm në fjalimin e tij ishte, tha, nëse ne angazhohemi dhe organizohemi, katastrofa mund të menjanohet. Une jo për diçka, po me që atje largë nuk e shisha, e këqyrsha në telefon për me kanë i updatun me ato që ka thejkre sekretari përgjithshëm i NATO-s. Më thonë, kur del që kë edhe thët... Jo, ma të madhë se kë s'ka për që të punë. Më thonë, ma të madhë se që kë nuk di për që të punë, që është fjalla e funit. Ne jemi, tha, përgjegjës për mbrojtjen e 1 miliard njerëzve në botë, alianca. Tha, dhe në pjo thamë, bano gati. Bano gati. Po, dhe në fund thamë, nëse na bëhemi gati me vakt, kena shans me... Për që ta thashën e me sëtut, një di, sepse ka dikush që na mbrohen edhe na mbrohen, se për shkak Hitleri në 45-ën i ka marrë bunkerat edhe hala janë funksional. Edhe na jena shumë të regatit, ta dish. Na, me vrapo. A dhe qysh, unë e kom thonë. Na jena... Me që e në padili edhe vijim për Kosovës, na jem, kështu shqiptarët në përgjithësi, jem pak fëlliranta. Edhe të puca. Puca gjithësësi. A? Qëshaja fjallëve kjelç. Kjelç. Para me nëve, para me në, që të laf. E këna thirë natën me sulmu Serbin, me orë më në mbrojt neve, as bukën se ja këna pagu. Me bukët atyne Me nga. bukët atyne jenë ardhë për më në mbrojt. Tash, dyjaja ka ndryshu edhe për ndryshën gjdo ditë algoritmi dyjes. Mënd nuk ka me ardha i gur ka pe atje, Për Nepalit. Për Nepalit më të mbrojt ty. E ati dhëtë me kop tash vetë hekrit. Tash, do armë janë. Do po blehen, është programi 10 vjeçar që ka në ardhë sene. Kosh mi kap. Kosh mi kap, o babësh. Qëreta, na të këqyrim, shkojmë t'i regulojmë dhamë, prime e kam. I regulojmë dhamë të korona. Mira mi regullu, se kanë më na i dhy. Shkojmë i regulojmë dhamë të korona denti, na kadal. Po, shkojmë Sepse kemi partnere dhe partneri kemi... jonë. Korona dent gjindët në Prishtinë, në Dardani. Aty, në qovë se veç vendosni me shku, e gjeni doktor Shefki Hotën dhe stafin e tina, një staf fantastik, briljant. Gjithë shka që i përket shëndetit oral, aty mund t'i kryeni nga telat e dhëmve për mja drejtu dhëmt të rriturve e fmive, me i regullu dhëmt, me i njit, me i hjek, me i ba, me i këthy, të koronadent në Prishtinë. Publikion i dashurës, ne jemi në heshtje... Se u ka pa qëtë diçka u lidha. Kur ne jemi në heshtje zgjedhore dhe kryesisht materialet do jeni jashtë Maqedonisë, sepse ligjërisht ne sot nuk mund të kemi materiale të politikës së brendshme. Nuk bën me stërpik. S'ban me stërpik se na stërpikin, po na stërpikin. Kështu që po shkojmë me marketingun e parë dhe rreni me neve që shkeni nejtë këto 98 emisione dhe faleminderit shumë që na shikoni. Domethënë është emisioni së dia e ka thënë jetoni në fillim, nështë se ke thonë, po është emisioni ma i shikuar në vetë, marketing. Nuk e kom thonë, më kape. Sona. Kur ishim të NATO, jeton edhe të sekretari i përgjithshëm i NATO që tha bano gati, domethënë përgatit në për luftë, sepse lufta është të na tërkit në dirë. Hitleri në kohën e vetë ka marru bunkera, apo që se atëra pesh ka hinë lufti, ka hinë kejtë botës, ka desh më shku dhe... Ambicia ka në madhe. Shëti, ku të keme shku, duke të keme shku në hanë si kur kë... Po, si Nili. Si Nili. Dhe kemi aprejk botës funin. Po, si Nili Armstrongit. Nili Armstrongit që në gjitën tavan. Edhe një me Gjerman ka shku e ka spiku që një bunker Gjerman e ka të regu si duket mrena, dhe na kena bunkera, veç në Shqipëri dhe i kanë heka, pëtit dhe i kanë largu. Interesant të bunkera të Shqipëri se kërkosh se ka bo këtë analizë, në mënyra organizimit kër i këshim pas bo për shembull ato frengjit ato vrima, për mënësit push, ja u këshim pak s'kthy, shëqit.
Jo për armikut, po kështu. Fantastike. Nuk është humorist, po është e vërtet që e kum po. Jo, se na do kena pasur edhe si frangji që kena përdor. Po dhe frangji, po. Ma holl në një shtyrë, në sert. Pse ke prek hunin e gardit? Hunin e gardit, për shka. Ta shohim bunkerin, sepse Gibt es in Deutschland noch Atomschutzbunker für den Ernstfall? Meine klare Antwort ist ja. Wir haben hier mal wieder eine streng geheime Anlage mitten im Wald entdeckt. Und der Zustand überraschte mich extrem. Hier fanden wir sogar noch einen originalen Atomschutzanzug, welcher echt enormes Wert ist. Deutschland besitzt noch rund 580 öffentliche Schützen, beziehungsweise Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg oder dem Kalten Krieg. Diese stehen auf einer offiziellen Liste des Bundesbund der Länder. elektrik, elektronik, krejt janë ato moskat, ato veshjet, ato venet ku më majtë mbledhje. Me diskutu, krejt janë nërtu. Gibt es noch einen Schutzplatz in so einem Bunker? Na kena bunkera. Schreibt deine Schätzung mal gerne in die Kommentare. Edhe Dieser Bunker diente unter ta lidhi me çmundën e bunkerave një muhabet që dëgjova, edhe e lexova besa, po sot nuk e lëshojmë në emision, po veç për diskutojmë. Këtë punën që përmershim për gut, normal, qelni birat. Ngom, që përmershim për këta Kosovarët dhe Shqiptarët në Amerikë, përmershim shumë pare? Apo një farë tip sociali. 46% e Kosovarëve? 46% e Kosovarëve po e mershin atë. Në fakt, Amerika nuk është shtet social. Po ku me di qka marrët dhe pare si ndihma ata? E qka përmbana e kartë, edhe në kohën kur unë zëraja, nashta ka ndodhë rasisht, nashta ka ndodhë qëllimisht, unë nuk di me thonë, por kur dy jeja kënë flok, në kuptimin që ka ndodhë në mes të datës 2 dhe 3 janar, në ndërkohë del edhe një diçka që në through social publikohet nga vetë Donald Trump, lista të cilat ama ishim me Kambodgjen, me do vene aty. Por që na kogja mirë i prishëm valës. Për shembull, gërbeqarët ose mërkimtarët që janë në Evropë nuk janë bënë për qasi lista, bashkëm nuk i marrë që ato? Punojnë atë qysh? Nuk e di, unë menaj që ka njëherë thuhet mosin në gjyna me sevapin tënë. Ata duke provu me bo sevap, me orë më na qliru neve në Kosovë. Jeni i gjyna me sevapin e vetë. Po, për më na mirë mbojt shtetin edhe me i regullu senet, menaj që jeni i në gjyna me sevapin e vetë. Që jenë qujen shku prej luftës këtu, ka plap, atje kërk direkt social. Sepse ne i përcilën gjatë gjithë kohës, laf po bojnë ata që jena Po dhe tonë jena që të në shpejnë, a dhe këkush sa të nani. Alo jemi në festat e fillim vitit. Në më thonë, vetë ideja që shtetet perëndimore e zbohat laf për shtetet e bashkuat Amerikës janë qështuat i 100 vjetë para neve. Kur i kemi lexu gazetat gjatë gjithë këtyne ditëve dhe mas zgjedhjeve që në zhvillu në Kosovë, si Washington Post, New York Times, Le Monde, Allgemeine Zeitung, Blicke, kështu me radhë, kam pas në ballinat kryesore që në Kosovë, në zgjedhjet të cilat janë majtë, Mergata jonë e ka ndryshu, ose kështu për afërsisht në kohën ditë, algoritmin. E ka ndryshu algoritmin, jo me të kesh, nuk për thëmë me të kesh, shumë mirë kanë bo, por që tash ata thojnë ka dalë se s'po du me nuk kesh, po ata thojnë që ka dalë se qëto sene që shtë nuk bohen, abdin. Tash, jo kënej, jo anej, se unë menaj që mës të hi ma fell. Po si do që tjetë, menaj që ata e enormë në ndihmu, po menaj kësaj radhe e kanë, mund të kenë dopsu pozicionin e vetë, karshi shtetet në të cilat jetojnë, sepse në ketë kitë zjemë, këdo është ta me përfundu se u zgjata, del një listë ku publikohet, ku thëtë Donald Trump të qëto. Kreti në 4-6%. Ta është të këshyrëm qa po bëhet.
Qëretën, para do ditëve, para se me ndodhë që të levizjet edhe arrestimi i Maduros, para se me dollë NATO me thonë që adin bëno gati sene, se diqysh më lidhen senet kur i zgjedhi materialet, adin në lidhen senet. Që të mire kishë të i lidhë? Jo, në lidhen edhe senet. Për shembull, mbrojtja që e bani ndaj Kosovës, po ka folë edhe për Maqedonin, Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shembull, mas pari i shtetën do shtetën mburoj, tani i morën do veprime. E që kjo është qaja që po thojnë me jetonin ka dal, ka nisë mundru reni ri botror. Për shembull, vendet të cilat mujnë me kriju konflikt, njëherë i shtini, si ka interesu as kosha, as ka qeveria, as ka qeveria. A vedemi që ka bo trak urdin, e na pengojna qitë materialin mbrojtja e Trumpit për Shqipëri, kur folë edhe për shqiptarët të Maqedonisë. Shumë është e rëndësishme, sepse thot diçka Ka thënë që dhe ata janë një faktor kyç në stabilitetin e Maqedonisë dhe kërkon çdo qeveri e maqedonse të çfarëdo që të është identiteti politik dhe kombëtar janë përbërë ata, që të ketë parasysh për të mbajtur të drejtat e shqiptarëve apo të realizuar të drejtat e shqiptarëve, sepse shqiptarët janë një realitet kyç në Maqedoni. Jeton. Në këtë video flitet edhe për ti e din që Kongresi Amerikani ka mbajt atë mbledhjen aty ku ka folë edhe për fshirjen e adresave në Preshevë. Po ka folë edhe për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni, ka folë edhe për plot gjëra. Nuk po vinë këto rastisht. Unë po mendoj që s'po vinë këto rastisht. Edhe na duhet që të kenjoni me lexu mes rreshtave. E vërtet? Apo duhet me lexu mes rreshtave. Me pa para se me ndodhë, se kur ndodhë, mas nej është vonë. Po, ama... Me gjithate? Nga mi që pak të rgoj. Po du me të lidhë me materialin që vjen tjetër. A i din bre që të sene shka i bojna na, a i din krejt? No, edhe si politik, edhe si popull, edhe si polic, edhe si... Se aje policia atje... Po, në Suedi. Në Suedi. Këshore fate, unë që ka menaj... Kure morëm si shembull Venezuelën, i kishë dikon të 30 milion banor, e me një sipërfaqe të jashtëzakonshme dikon 900.000 km2, se di kështu diçka, mos më kap një përfjore, se jam shumë i sigurt, po shumë hapësirë, me tonë ato rezerva të naftit. E me gjithat pasuri. Me gjithat pasuri. Kishë bërë edhe rezerva tjera kish? Përveç asaj. Mashallah, mashallah. E keni parasysh që nuk e ka trajtu SBA-ja, nuk e ka trajtu as si diçka serioze. Si mahall. Tash, paramenojnë në një moment, s'po e marrë si rast Maqedoninë e Veriut, po e marrë Kosovën. Ja, veç shkojna, s'ka nevoj me angazhuat. Jo, nuk është puna... Dale betoj. Okej, nuk është problemi a shkën ti, as shkën. Problemi është që ti du të me koni lumëtur në qofë sa e qënë dikon më të marë. Ose me të thikër në telefon. Ti du të me koni... Me thonë, wow! Falënderit shumë, respekt. Mu, qysh, jo i në orë më morë mu, që ka që rëndësishëm Që ka që rëndësishëm? Pa nuk të që, Do me 34 milion banor, me ushtri, me kunder ajror, me raketa mbrojtëse, me krejt. 30 milion banor për koreksinë. Po shkollinive 28.400. 8 milion banor e kish mergat. 8 milion banor. Që kanë dollë, që kanë ikë për Maduros. Për Maduros edhe prej Hugo Chavezit. Po shkollinive, ato janë bashkë. Jo, kanë, që me thonë, kë Maduro është amanet i Chavezit. Po du të pi shoferit autobusit. Autobusit e ka morë dhe e ka bo president. I ka presidik dërzave. Po. Ngom tash. Tash që ke policia, që ka shku edhe se ngom. E patëm muhabetin që 46% e shqiptarëve në Amerikë marrin social, pëthojnë ana komedit. Eksaktësisht, nuk e kemi. Ata na shkrujnë, ja, me stanin se na shkrujnë. Ja, na shkrujnë, po si të na shkrujnë, me stanin, si ta shojnë emisionin. Kanë më na i shpjegu qka është eksaktësisht kjo social. Edhe i lutëm, dikush që atë na pa në Amerikë, shka ka desht me thot Trumpi me atë listën edhe qfar
mjetet sociale merrni atje. Falë, Valer, unë ketë menaj që nashta isholla nuk jemi na se bepi që mi javë atina? Jo, se bepi, që me thonë, këtë që list është publiku se bepi i dikujt, aty mund tjetë një, apo më kuptan? Po të shikru kjo policia? Mund tjetë Kambodja, apo më kuptan? Mund tjetë Uzbekistani. Mund me konë në individ që ka rajt. Jo, mundet me konë Shqipnia, na s'mujna nashta s'jem heq, as Mazdonia Veriut, as Kosova. Ja jesh valla. Jo, parem për thënë. Se kanë bo për njëve e ki fjallë. Jo, nuk e dim për kone ka bo. A pëse për? Se për dënë të qyrë si kërë me zbut. O, jaran. Ilus, një qytetar të Republikës së Kosovës. Kreqa e lisë që ka dalë. Ka dalë për një shtetë. Okej. Ilus, një qytetar të Republikës së Kosovës. Shka ka desht me thonë, na shkruni, mu jetonit në Facebook, na kene atje Fadil Veseli jetan Zogjoni, shka është që 46% i shqiptarëve të Kosovës shka merë. Dere so na e dim që Amerika nuk është shtetë social. Edhe plus na kemi shumë biznismena. Njerëz që dojnë atje. Po, të sukses shumë. Kisha preferu me rrit pak ritmin për shkak se kemi me folë edhe po na ikin minutat. Ja, s'kita ikin e minutat. Policia e smur. Qërë na qyshjena, shkojna në kuma ke policia? Në Suedi. Në Suedi edhe marim bollavonjen. Krang suedez. Krang suedez, bollavonje të nalë. Shuë. Pushimet e rregullta në Kosovë nuk i dolën boll. Andaj, një police shqiptare që punon në Stockholm të Suedis, po dyshohet se bëri hile duke u paraqitur si e samur sa herë që shefi ja refuzonte vazhdimin e tyre. Kështu ajo veproi për 3 vjet radhazi, 2023, 2024 dhe 2025, teksa për ditët si e samur, shteti nordik i derdhi mbi 17.000 kruna në llogarinë e saj. Skema u zbulua pasi u hetuan biletat e saj të fluturimit, në bazë të cilave datat e kthimit ishin rezervuar qëllimisht, pas kohës kur ajo duhej të ishte paraqitur në punë. Pavarësisht fakteve, policia u arsyetua. Mendoj se është për të ardhur keq, sepse si punonjëse kam një etik shumë të lartë pune. Ke të drejtë të jesh i samur kudo që të jesh. Nëse jam e samur, jam e samur. Ky arsyetim nuk dihet nëse do t'i vlejë në gjykat, pasi ndaj saj është ngritur akt akuzë për mashtrim të rënd dhe deklarim të rrem, vepra për të cilat rrezikon nga 6 muaj deri në 6 vjet burg. Historia e policës doli në dritë pasi autoritetet në Stockholm vërejtën se statistikat e lejeve mjekësore gjatë verës u rritën ndjesh. Shkon, t'integrojnë, pajisin me dokumentacion, ta bojnë jetën shumë cilësore, sepse mërgjimtarë tuan që shkojnë atje shkojnë për jetë cilësore, nuk shkojnë... Ja, nuk shkojnë më që i ka marrë molli për Stockholmin, për Stockholmin, ja. Edhe këshyr mirajt suedez. 3 vjet. Nuk mën është bira, ti pravan. Bia. Bira. Nuk mën është mirajt suedez. Ata i kanë kry punën e rrenës. Dëvoni jem na mirajt suedez. Ta shkën atje për bollësh, edhe që qëta ta. Ta smundja tha nuk të... Vejet kuje. Kuje. Më në nëzallën Prizren. Më nëzallën në Qenef. Në Stockholm nuk të zenë, të më dhëtë një posë. Nuk i hajnë forat atje. Të kthehemi te tema kryesore që botën e çuditi. Ja, po kthehemi na po merremi me vetin njerë. Na po kthehemi po merremi. Po na ikin minutat as do nivesh me bo emision. Sa minuta i kem? Edhe 5 minuta. Po pane, super. Shumë materialin këshirë, vesh këshirëve të leja të shku njeri në rartë punës lëshua. Po edhe trompi pa leje hini. Ne kemi pas punën tonë, me kryrë, ne kemi kryrë tonë në qërë në vjetë. Go mirë, me vëmendje. Në rartë punës e kanë kryrë. Mirë dhe, Martin. Jo. Kemi përgjith për stesjes. Për të rëngë, për shta? Po se nësë për thëmë. Mirë, sa problem. Unë të jam, a vëshë... Policia, nuk kam problem. Jeta, apo do me thirë policia? Apo do me thirë policia? Vjen njëre në rartë punës, ora në aktiot, me që të më të shumë sa është. Hajde dhe? Ora 1:38, vjen me paraqit, ka dhe vjen këtu së është kërkushesh. Asë një njeri,
hen të papi probleme, ku hen të patën shoferat, tash para mendo, asë një njeri heq. Qa. Të na onë shkan, deri, shfar dush zyre, hen papi probleme. Njerës, dosh me 100%. Ku janë se s'pëdi? Pas në e punë. Qa dush bë njeri? Asë këndë gali që kam me boas, pëse aras. Që kur thët, më pëlqej shumë kur tha, me hinë t'ja jap leje njonit në kompjuter. Edhe këto zyret me janë shkan. Ku dush? Ku dush? Jetan? Edhe thojnë jo, e kanë kry punën. Që? Që ku janë ato aplikacionet? Vi që një avan e ke dhon leje në këtë. Që? Ka përpost kjo, Kejt ka përpost. Edhe kjo e thot Ministria e Infrastrukturës, nuk ka Ministria e Infrastrukturës, për Ministrisë së Punëve Brendshme. Edhe të lejet ka një njeri ka desht me paraqit lejet për me morë dhe ka i njës me inqizum. E thane një moment, edhe unë e tha djetha 13 minuta që ju vënova, tha së mbranut me hin test. Po, që kjo agron Bejtulloj, garan. Po, me siguri. Siguri që ka qejtë emnin e atë në video. Agron Bejtulloj, na nuk pesgjosim shumë se videoja është goti një 4-5 minuta. Po, se ta shfillan mu ka ca fyte dhe me atë se shfaqet një del pejtogës. I siguri, me ty s'ki drejt, e kanë mësu që to s'ki drejt me gjiru. Jalla ki drejt. Po që s'ki drejt? Jalla ki drejt me gjiru. A ke po në Amerikë edhe policit gjirën e dhaj. Po lemat, po më që s'ki drejt me gjiru, po ki drejt me gjiru edhe se s'kemi të. A më ki drejt edhe me shku në ora 1:30 shpe krejt, komplet stafi. Ej, për një me jena... Nuk ka rëkuvot po këto. E vërtet. Nuk ka rëkuvot. Kjo është shqetsim. Për një me na munohë me Fadilin edhe me këthy pak nga latë edhe pak... Po, këto janë zyra vitale të shtetit. Në qofë se dikosh jem për një me qëto. Edhe i merë dokumentat, edhe e plëtësën vetit testin, rak, e jep lejen, zdin migrat, del, maf të bënë Fadil. A e din që në Kosovë në rryma ka pas probleme shumë me rrymë natër vitit 3. Edhe unë isha me një nip prej Gjermanis edhe thira edhe u paraqita. Të ajë numri papages. Edhe qele telefonin, ata thanë Allah, cili rajon... Te folve që ja ki nati... Jes, që kam i nati kërkoj bëjë thiri. Edhe ajë jo, s'po du me të regu një qika shka tha interesant. Ajë një PM tha, si be kompania rrimës tha ka call center? Thash pëse? Tha jëna në Gjermani s'ki, për shana me tonal rrimës s'ki kënet me thirë. Thash, ato ka dalë herë, tha jo. Po pëse du të me pas? Du të me pas. Na du të me pas. Në momentin kër ti ki call center, ki problem. Jo, këtë kjo bëllë për mi punësu njerës. Apo më kuptan, na e nalëm rrymen, që me bo një call center, të call center mu punësu një 50-60 vetë. Mere ki, po. Me venë treja pune, se kuptan të edhe plek me... Ma kjo s'ko ka ideje mirë, nëse pas në morrësh. Se ke kuptu, se ke kuptu. Apo shkojnë, a jina gati të... O, bre, gazment, bre. Shka marrë kja punë, la. Iki 40. A bojmë shka bojmë jetën, a e bojnë a për dit? Vëllaj, e bojmë për dit, A e bojmë për dit, për ime e kam. Me njerë mas lojme vetë na. Për nga hëna në të prejnë. Prejnë të bo, se ko gjë. Na del, se dhe na të një morëm kranë. Se temat e cilat e kena, dhe më dhënë, se cilat tem, vynë mu shtjellu, dal nga dal. Na, mirë me morë, një tem, një emision. Sepse këto përdohet mi përmledhë shpejt e mi kompresu mrena një... Po, ba ne zip, dire se ta bajetoni zip, ju shkoni me marketing që ti ka të të Jetën minutat po shkojnë flok, Madura shkoj, flok, e kapen e arrestun për publikun toni që e kanë pa. Lëshuaj që të materialin në të full, në alja zonën që me zdat nga pengon se e sheje toni, se në materialet i dina i kena analizu. Qëto është jetën njësia Delta për publikun tonë, ku e ka marru shpin qysh duket, do mos se të edhin që e kanë analizu derin qëfar qeni ka, qëfar papu që vesh. Ja kanë analizu rutinën. Rutinën, kur shkon, ku del, do më para me ndok, kanë marrë pjesë dikon të 5-16 njësi.
Nuk e di eksaktësisht sa një si, veç e di që në secilin helikopter, jenë konë se bordi i helikopterit po e mundësej keme konë 15 ushtarë të vendosën në një bordë. Jo, agjencit, do më në shkara të FBI, edhe kanë maru një shpi krejt egzakt, edhe kanë ushtruat. Në fakt, mas pare i kanë infiltru CIA dhe shërbimet, edhe kanë marrë planin e shpis edhe kanë ndërtu shpinë e njëjtë, edhe ato safe room që është që e dhoma e sigurisë. Po, edhe ato e kanë analizu sepse ajo u kone përbërë nga qeliku edhe e kanë mendu deri në detajin e funit, për njona nga gjërat që më ka intrigu jashtëzakonisht, me një sulm kibernetik, ja kanë ardhur komplet kryeqytetit Karkas, në qoftë se po e tha mirë. S'ka lidhje që ka kryeqyteti vis s'ka pasur. Edhe është interesant që një detaj du me ndohë me publikun, se e dëgjojnë shpesh, jenë dikon rreth 50 kubanez të Kubës që jenë të vramë në Venezuelë. E në parim nuk e kuptejsha qysh pse përfundun kubanez të vramë në Venezuelë, këto se kuptejsha, por që sigurin e afërt, trupën e afërt e sigurisë, Nicolas Maduros e kish pas komplet të Kubës, Fadil. Të mos s'ja ka besu një vetë? S'ja ka besu, sepse ata ishin konë mercenarë të pagun, se e ka mendu që munden mu shit, e që në fakt ju kanë shit, por që mënyra e organizimit nga 45 të aknej nuk është pa një mënyrë e marrjes së një diktatori që është Nicolas Maduros dhe mënyra e largimit pa u dëmtu asnjë ushtar amerikan, pa u dëmtu asnjë mjet, edhe mënyra qysh e kanë orkestru krejt edhe mënyra qysh e kanë përcjell këto të dashtunit e mi e bën veç Amerika. Krejt bota, edhe këto e kam nevojshme me thonë, krejt bota është në zhgandër. Në më thonë, zhgandër... Që është ama jenanër? Jenanër, po i zhgandër me sy qel, duke e përcjell live qysh miret një presidenti një veni pa thejrë në kam. Ama unë e di pse kanë marrë. Se ka përmenë Shqipnin, që kështë vishë pak, në vishë pak lëshua, kur ka pas problem me Shqipnin, diçka s'dishka, thojke, vishë këshyre. Është ata është edhe problem o gjithë, por... Që jo, s'ka lidhje, ka trapë në sulmin ndaj Karakasit. Edhe ka shpall gjendje zakonshme. Tjetrin material, Maduro, mafia albanese. Ka thonë që... albanesa que gobierna Ecuador mandó parte de sus mercenarios entrenados a poner bombas en Venezuela. Capturados han sido. La mafia albanesa, como lo ha denunciado... Në fakt, jo, nuk e kanë ngusë. Ju kanë përzi në kartelet të drogës atje, edhe kë e ka përfshirë dhe Shqipnin, po këto e ka marrë Amerika. Kë e kryti. Vesh një zëtë e den, qysh ka te. Kë e kryti. Edhe pse dore në zemër hakën që kish pas Donald Trump, kish pas donë për ta qelin një koridor, shkon në Turqi, nuk të ngu si e qash, mos harani. Publiki dashur, mos harani mi. Emisionin tjetër. Po, mos harani mi. Subscribe në YouTube. është shumë e rëndësi. Subscribe. është një par 4 orë i poshtë aty subscribe. Edhe e bani atë zilen. E bani atë zilen aty. Në të gjitha rrjetet sociale më na përcjell na mbështet një jashtëzakonisht shumë, mos harroni mi përcjell të gjitha. Apo më duket, gazmenda më duket apo fol ka dalë jetoni, s'pe marr vesh çit punën. A serios, shokiu vëlla? Mos harroni të gjitha platformat. Hajde edhe një herë thoje fakti buzëqeshje. Publik i dashur, avani kërplan. Jepja se ka qef. Rrjetet tona sociale janë alsat.mk, webi, alsat.mk, fanpage-in i Facebook-it, shkoni e bani aty follow, të TikTok-i shkoni e bani follow, të YouTube-ja, shkoni e bani subscribe edhe ashtë një farë zile. Kur të qesim na videot, juve i vje zilja. Nga une, Fadil Veseli, dhe jeto Zogjoni. Natën e mire, pëse bëjshë qështë me dorë? Pa është të dina e kanal. Të e vizato YouTube-in. Të e vizato YouTube-in, ja vizatoj shakrejt.